Nuk kam pas zgjidhje tjetër. Kjo ishte e rëndë për ne burra. Nuk kam pas zgjidhje tjetër. Nuk din të shprehin, s'kam mësu kush si shpreh dashuria, është dash gjithmonë për shkak të presioneve shoqërore, është dash të jenë gjithmonë burra, të mos qajnë, të mos kenë ndjenja. Ka ndryshu kjo rita shumë. Ka ndryshu tash, po. Ti ke babaj se ka përqafu vajzën e vet asnjëherë, moshatar të mit. Po tash qajo kush është dash të jesh burr. A dashurohemi, ta kaloj të avokatja. Mas po këti po maleni fjallën. A dashurohemi, që shakon me mirë. Me marim fjallën, ti si avokata dashurohemi realisht me personin apo me një variant që ai që shdojnë me ushit kështu. Per mu është abstrakt kjo. Abstrakt, okej. Shumë abstrakt. Qka të foli? Ti e kreve fjallën. Abstrakt, po. Edhe, mos të më keq kuptojnë të rinjët, për shkak se nështë ajo më një gjenerat tjetër. Në neve Kosovarëve, po foli, për referona, s'po ndërhyjnë teritorin e Shqipërisë, shumë kjo lidhja online që pëthuni jo, ka shërby shumë, për arsye se kem një pjesë shumë të madhe të qytetarëve të Kosovës që janë në Evropë, në Amerikë, në shtetet tjera, edhe gjithë shqiptarët, kosovarët ku janë, kanë dëshirë të edukojnë fëmijët që me çdo kusht ta kenë lidhjen me llojin e vet, domethënë ta marrin një vajzë ta kenë ose një djalë shqiptar që në të ardhmen të bëhet bashkëshort. Edhe shumë raste ka që unë njoh tash janë edhe në proces verës për mu martu, domethënë si thënë ka shkrep ajo, edhe kur janë taku, domethënë e ka pas në interesin tonë të shtetit ka shkrep kjo. Mirë. Sa është e qëndrueshme, kjo është shumë pikpyetje. Tjetër është ti nëse mendoj kështu. Në dhe 24 orë nëse rinë ti në telefon online. Ti the është abstrakt, a muj me ta ilustru. Ti kur dashurosh me dikant online, edhe veç online bisedon, sa është ai real, ose ajo reale, që ku ta shqit live me qeni njëti. Pikrisht to e tash rësoj. Si ju ka ndalë. Nështë atash se edhe kom deformitet profesional, nuk besoj kur gjë, po qysh mund është ti me thonë, me kuptu se aj ty po dënë, aj për ty sakrifikon, kur s'keni fillu jetën, kur se ke po qka po sakrifikon aj për ty konkret, qka po bën aj për ty konkret. Për ata them që procesi njërës është procesi gjatë. Dashuria që ajo kimia, ajo du të me ushqy, dashuria si lulja, po se ujite, po se nuk ja regullove vendin rreth ajo vyshket, pikrisht këtu doshta me dolte kjo abstrakte. Mirë po thash, neve si Kosovë, na ka shërby shumë mirë, për arsye se i kena mbajt trit martu me shqiptar, po shumë mirë, se qka ka të keqe? Shumë të keqe ka. Ki janë martu, kanë kriju fëmijë. Është presion. Kanë kriju nuk o presion. Është presion. Se me dhunë nuk e ka qua, s'kush me pro nga sa njohun që kanë qu me dhunë të martojnë me shqiptar, thjesht mos të martojnë me një të ujë. Unë njeftë gjitha ta njerëz, ose shumë njeftë, Rita? Unë njo, sa të dush, ka 7 vite në televizion. Kështë që në këtë drejtim ka shërby. Sa është e qëndrueshme nuk e di. Okej. Deshta veç pak më ndërlidh për faktin e procesit të njohjes. Sigurisht që ka pasigurit e veta takimi me dikon, qoftë edhe në aspektin fizik, po qoftë edhe në aspektin përmes platformave digitale. Duhet kohë edhe është një proces i cili duhet o i konstrukturum, po që donë limitet e veta derisa ti arrin me kuptu, aja është një lidhje e cila dëshiron të investosh në tutje, apo është një lidhje të cilën nuk e gjen vetën, ki pasigurit e tua, ki keq kuptime, kështu me radhë. Unë besoj që në momentin kur një raport njohje në stadin e partë të zhvillimit të saj, nuk ka sinceritet, nuk ka transparencë, nuk ka besim, nuk ka përkushtim dhe investim në atë raport, mënyrë të vazhdueshme, qoftu të regu i kujdesshëm, qoftu i mbajt me datat e caktuara, qoftu e befasu me një moment caktuar përmes videothirrjeve të ndryshme apo aplikacioneve të ndryshme. Vetëm është me befasu me një videothirrje. Unë për ata po them që nuk është një ditë, 2 ditë, 1 javë, 2 javë. Jemi të folë për një proces shumë gjatë të një ndërtimit të një raporti. Unë po referona rasteve me klientave të mi. Për shembull, kam X raste të cilët njohjen e tyre kanë filluar në rrjetet sociale për gjatë 5 ose 6 viteve dhe sot janë të martuar dhe kanë fëmijë. Nuk është kur gjuaj pamundur. Ideja është deri ku do me lënë me avancu lidhjen. Nëse ideja është që ti i përkushtuar në të dy palët keni ndërtuar realisht ura bashkëpunime dhe jo more në këtë rast, atëherë realisht një kufit të tu, një kufit të individit, ki pritshmëri të qarta dhe reale, sepse në momenti kur ne krijojmë idealizëm, edhe kemi pritshmëri shumë të larta, jemi në ata që zhgënjehemi në fund të ditës. Okej. A mund ta mbajmë edhe në pjesën e dytë Jonidën? A ke kohë Jonida? Patjetër, me shumë të bukur. Okej. Atëherë po vazhdojmë me marketing dhe kthehemi në pjesën. Edhe po na jeshën televizorin Jonida. Faleminderit shumë.